Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Shqipërisë synon arritjen një marrëveshje me Greqinë për të përmbyllur çështjet e mbetura mes dy vendeve. Gjatë një takimi në Athinë me kryeministrin Kyriakos Mitsotakis, Edi Rama konfirmoi se po punohet për të dalë nga ky vit me një marrëveshje të re partneriteti strategjik. Very eager to continue and finalize what we have agreed together, both strategic partnership document where all the issues are addressed and there is no more outstanding issue between us. Në takimin me kreun e qeverisë greke përpara medias, Rama nënvizoi se me kryeministrin Mitsotakis na lidh një misi e posaçme farktuar në rrugën e përbashkët të ambicjes për të modernizuar vendet tona dhe për të ngritur marrëdhëniet shqiptaro-greke në një nivel të ri. Komisioneri Evropian për zgjerimin paralajmëron 6 vendet e Ballkanit perëndimor se rrezikojnë të humbasin mbi 700 milionë euro fonde. Përmes një deklarate me shkrim, Marta Kosu ka kërkuar të gjithë vendeve të përshpejtojnë reformat e parashikuara në planin e rritjes në mënyrë që të shfrytëzojnë plotësisht potencialin e kësaj pakoje financiare. Këstin e parë ose disa mjete nga plani i rritjes i kanë marrë 5 shtete të rajonit me përjashtim të Bosnjë dhe Hercegovinës, e cila është vënuar me miratimin e agjendës reformuese. Fundi qershorit të këtij viti përbën momentin ku secili vend hyn në ashtu quajturin moment të humbjes së përhershme nëse nuk i përmbush reformat e dakortuara më herët. Sipas burimeve në Bruksel, Kosova rrezikon të humbasë rreth 68.8 milionë euro, Shqipëria 67.7 milionë euro dhe Maqedonia e Veriut rreth 49.2 milionë euro. Ministri për Ropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha në takimin me komisionerin për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos në Bruksel diskutoi zbatimin e agjendës së reformave në kuadër të planit të rritjes. Hoxha nënvizoi se armonizimi i vazhdueshëm me standardet e BE-s, forcimi i sundimit të ligjit dhe një gjyqësori të pavarur dhe profesional si dhe progresi i qëndrueshëm në të gjithë grup kapitujt negociatave mbeten prioritetet tona të përditshme. Gjatë takimit u theksua dhe rëndësia e një komunikimi të qartë mbi përfitimet dhe mbi përgjegjësitë e zgjerimit me synim rritjen e mbështetjes publike dhe nxitjen e transparencës. Presidentja e Parlamentit Evropian Roberta Metsola konfirmon se Shqipëria dhe Malezia janë aktualisht në krye të procesit të integrimit. Gjatë një debati për zgjerimin gjatë kësaj jave, Metsola nënvizoi se fillimi i verës do të kërkojë shumë më tepër hapa për të ndërmarrë, ndërsa nuk munguan kritika ndaj ritmit të vendimarrjes brenda Bashkimit Evropian. Ajo pranon vështirësitë për faktin që prej vitit 2013 në Bashkimin Evropian nuk ka hyrë asnjë vend i ri dhe pajësoi Unionin për zvarritje të procesit. Duke marrë si shembull faktin që liderët e Bashkimit Evropian takohen çdo 6 muaj, premtojnë hapa, por realisht nuk bëjnë progres, Metsola thotë se i vjen turp për këtë. U deshën 11 vite që të vendosnim të lejonim Bullgarinë dhe Rumaninë të bashkoheshin në zonën Schengen, 11 vite pasi Komisioni kishte vendosur se ato ishin gati, deklaroi presidenti e Parlamentit Evropian. Shumica dhe opozita në Shqipëri vijojnë përplasjet në Bruksel për ecurinë e antarësimit. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste deklaroi se institucionet europiane vlerësojnë progresin e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit. Sipas Taulant Ballës, si Parlamenti Evropian, ashtu dhe Komisioni Evropian dhe vendet anëtare konfirmojnë se Shqipëria ka bërë përparim të dukshëm në procesin e negociatave duke përmbushur detyrimet e marra në bashkëpunim me Komisionin Evropian. Kur nuk kemi qenë më afër realizimit një aspirate shumë shekullore dhe nga ana tjetër në vjen mirë që shoh këtu në Bruksel një atmosferë të përgjithshme shumë pozitive në këtë drejtim. Jemi shumë më afër, madje nuk kemi qenë asnjëherë më afër se kaq, dhe do të bëjmë gjithçka të përmbushim detyrimet tona të Shqipërisë son, siç i kemi dakordsuar të gjitha afatet me Komisionin Evropian. Sipas Ballës, përpjekjet për të penguar procesin negociatave nuk do të kenë sukses. Plani i përbashkët do të realizohet një për një plotësisht. Shpresat apo mallkimet atyre që duan e shpresojnë bllokimin e kësaj aspirate, bllokimin e negociatave si kurton ata, nuk do të funksionojë kurrë. Deputetja e Partisë Demokratike dhe njëkohësisht zëvendëskryetare grave në Partitë Popullore Evropiane Albana Vokshi shpreh shqetësimin për atë që cilëson si regres në funksionimin e demokracisë pas përfundimit të procesit të monitorimit ndërkombëtar. Ajo referohet vlerësimeve të VDM Institutit, sipas të cilave Shqipëria klasifikohet si autokraci elektorale. Sipas deputetës demokrate, disa për çështjeve kryesore që konfirmojnë vëmendje përfshin përqendrimin e pushtetit, funksionimin e proceseve zgjedhore, rolin e kontrollit parlamentar, si dhe nivelin e korrupsionit dhe mekanizmat e llogaridhënies institucionale. Ajo kërkon nga Komiteti i Ministrave një vlerësim mbi përmbushjen e detyrimeve të Shqipërisë si vend antar dhe pyet nëse po shqyrtohen mekanizma shtesë monitorimi përfshirë mundësinë e rikthimit në një proces të plot mbikëqyrje.
Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe deputetja e PD-s Jolita T Baku janë drejtuar Italisë në një përpjekje në Senat për të bindur senatorët se procesi i integrimit duhet të jetë i bazuar në merit dhe në përmbushjen reale të standardeve europiane. Gjatë takimit me Giulio Maria Terzi di Santa Agata, Bardhi dhe T Baku vlerësuan se mazhoranca ka zhbërë shtyllat kryesore mbi të cilat funksionon një shtet demokratik duke cënuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme, dhe duke u bërë mburojë e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kryeministri i Shqipërisë premton se nuk do të ketë marrëveshje me ndonjë vend tjetër të Bashkimit Evropian për emigrantët me përjashtim të Italisë. Në intervistë për median italiane, Il Giornale, Edi Rama deklaroi se pas vendimit mbi lishmërinë kanë ardhur kërkesa edhe nga vende të tjera europiane, por ky është një koncesion ekskluziv për Italinë dhe kjo marrëveshje nuk mund të përsëritet. Në lidhje me rolin e presidentit Trump në zhvillimet brenda Europës, Rama vlerësoi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është një mundësi për Europën që më në fund të zgjohet. Sipas Ramës, Trump nuk është vetëm shpëtimi i Amerikës, por dhe Europës, e cila nuk mund të jetojë me lavditës së kaluarës. Diplomacia shqiptare është në kërkim të profesionistëve. Ministri për Ropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha bëri një thirrje të drejtë për profesionistët shqiptar. Sipas kryediplomatit, kush e ndjen veten gati duhet të aplikojë për të bërë pjesë e skuadrës diplomatike në Bruksel. Përmes një postimi në rrjetin social X, Hoxha fton të interesuarit që të ndjekin procedurat dhe të aplikojnë për të përfshirë në misionin e Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian në kuadër të objektivit ambicioz Shqipëria 2030. Ai thekson se procesi i integrimit evropian ka hyrë në një fazë të avancuar dhe kërkon njerëz me formim të fortë akademik, përvojë profesionale dhe aftësi reale për të përfaqësuar Shqipërinë me dinjitet. Aplikimet janë të hapura dhe të interesuarit mund të ndjekin udhëzimet pranë njoftimit zyrtar të publikuar nga Ministria e Punëve të Jashtme. Ekonomi. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato kërkoi nga qeveria shqiptare plotësimin e 6 kushteve për mbylljen e kapitullit të 12. Gjatë një takimi të organizuar nga qeveria me operatorë të biznesit për sigurinë ushqimore, Gonzato tha se përparimi në këtë sektor dhe harmonizimi me tregun e Bashkimit Evropian ka nevojë për investime, angazhim dhe leadership të fortë institucional. Tashmë Shqipëria ka hyrë në këtë fazë. Në këtë fazë vendimtare të negociatave. Dhe kështu ecuria nuk matet më vetëm me qëllimet që ka Shqipëria apo me miratimin e legjislacionit, por matet me anën e sistemeve që funksionojnë, pra sisteme të cilat janë të harmonizuara me legjislacionin e BE-s dhe vijnë në zbatim siç duhet, por edhe inspektime që janë efektive dhe bazohen në rrezik të qartë. Kryeministri Edi Rama u bëri të qartë operatorëve të sigurisë ushqimore se mos përmbushja e standardeve të kërkuara nga Bashkimi Evropian rrezikon falimentim. Ai bëri me dije se ka negociata me Komisionin Evropian lidhur me këtë pikë, por dhe nëse shtohen 5 vite, mbetet një kohë e shkurtër, deklaron kryeministri i Shqipërisë. Ne kemi natyrisht detyrimin të harmonizojmë kuadrin ligjor të Shqipërisë me kuadrin ligjor të Bashkimit Evropian në të gjitha drejtimet dhe patjetër edhe në këtë drejtim. Por për te harmonizimit të kuadrit ligjor, ne na duhet modernizimi i sistemit veterinar, na duhet modernizimi i rrjetit të laboratorëve, të cilat as nuk mund të konsiderohen në fakt detyra, por janë zgjedhje të pa tjetërsueshme dhe të pa shmangshme për të nesërmen tonë. 10 shkarkime nga detyra dhe masa disiplinore për 15 inspektor janë pasojat për futjen në Shqipëri të 104 tonëve misër me alfatoksin B1 nga Serbia. Vendimet janë bërë publike nga kryeinspektori i përgjithshëm Dashnor Sula gjatë një takimi me kryeinspektor të qarkut të Korçës. Kemi marrë 15 masa disiplinore, nga këto janë 10 masa disiplinore janë shkarkimi nga detyrat të inspektorëve, pikërisht për shkak të lënies të hyrjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të ministrit me aflatoksin B1, i cili është i dëmshëm edhe për kafshët të cilët ushqehen në prodhimin e qumshit, ku del produktet e qumshit dhe të produktet e tjera me aflatoksin, dhe kjo tregon që jam i vendosur unë si inspektori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, edhe bashkëpunëtorët e mi që çdo rast sinjalizimi apo çdo rast tjetër ne do ta ndëshkojmë në maksimalisht. Krahas asaj, ai paralajmëroi disa subjekte për inspektim. Ne si inspektorat e përgjithshëm kemi vendosur që në disa subjekte pa deklaruara dhe të pa informuara nga inspektoratet e zonës këtu do të shkojnë bashkë me to për të qyrë dhe për të bërë inspektim pikërisht. Kemi përzgjedhur edhe
linja prodhimi, kemi përzgjedhur edhe supermarkete, pikërisht për të qenë një inspektim i rastishëm, një inspektim urgjent, rrufeshëm, për të bërë të mundur që nëse ka apo nuk ka shkelje. Te kalohet plani të ardhurave në tremujorin e parë 205 miliard lek, me një rritje prej 13.3%. Tatimi mbi vlerën e shtuar ka kontributin më të madh në mbushjen e arkës së shtetit shqiptar. Shpenzimet e përgjithshme për periudhën e tremujorit të vitit 2026 arritën në rreth 156 miliard lek. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, u mblodhen rreth 24 miliard lek ose 13.3% më shumë. Të ardhurat e arkëtuara nga tatimet e doganat për muajt janar-mars 2026 janë në shumën 130.6 miliard lek, krahasuar me janar-mars të vitit 2025 janë mbledhur rreth 5.8% më shumë. Kryeministri i Shqipërisë premton se programi kombëtar dyfishon ndërmarrjen tënde nuk do të aksesohet nga ndërmarrje të mëdha, por do të jetë në dispozicion vetëm të startupeve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Duke u ndalur tek programi dyfishon ndërmarrjen tënde, Rama informoi se programi kombëtar do të lançohet së shpejti dhe në fund të muajit prill do të bëhet dhe marrëveshja mes Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit të dytë të qeverisë. Kjo linjë financimi sipas tij do të mbështesë çdo përpjekje të kujdoj që ka një ndërmarrje të vogël dhe të mesme dhe që ka ambicie të arrisë atë. Do të kemi marrëveshjen mes Bankës së Shqipërisë, bankave të nivelit dytë dhe qeverisë për një linjë financimi të mbështetur nga qeveria shqiptare për të mbështetur çdo projekt të kujdoj që ka një ndërmarrje të vogël ose të mesme dhe ka ambicien që ta rrisë atë. E kemi quajtur programin dyfishon ndërmarrjen tënde, por nuk do të thotë që duhet të jetë patjetër dy fish, mund të jetë dhe 50%, mund të jetë edhe 3 fish, varet nga projekti. Edi Rama zhvilloi një takim me përfaqësues të agroturizmit në Tiranë për të folur për paketën e maleve, por dhe për programet e tjera që po zbatojnë për të mbështetur si përmarrjet e vogla dhe të mesme. Njëkohë që Kosova ul çmimet e hidrokarbureve në Shqipëri, çmimet e naftës po rriten. Bordi i transparencës rriti me 5 lek çmimin e naftës. Duke nisur nga ora 12:30 nafta shitet me 202 lek për litër, ndërsa benzina rritet me 4 lek do të shitet me 176 lek për litër. Ministria e Financave e Shqipërisë i bën thirrje çdo operatorit të shitjes me shumicë dhe pakicë të nënprodukteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullimi i aktivitetit. Politik. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha denoncon për abuzimin nga qeveria me projektin e aeroportit të Florës. Ai e krahasoi me ofertën e inceneratorit të Tiranës. Në një deklaratë publike Berisha u shpreh se kontrata për aeroportin e Vlorës është shkruar në një kohë kur sipërmarrja nuk ekzistonte ende ligjërisht. Ai akuzoi drejt për drejt kryeministrin Edi Rama dhe ish-zëvendës kryeministren Belinda Balluku për 130 milionë euro abuzim nga taksat e qytetarëve. 130 milion janë paratë e vjedhura në djegësin e Tiranës, 130 milion janë paratë e vjedhura në aeroportin e Vlorës. Si? Po, çdo vit, sipas kontratës, koncesionarit do t'i paguën nga taksat e shqiptarëve 10 milion euro për 13 vite rresht biletat e mungura. Por nuk ka toka hora si këta që të vjedhin popullin e tyre në këtë mënyrë. Nën kryetari i Komisionit të Ekonomisë në Kuvendin e Shqipërisë në Bozë është përshqetësimi për presion të organive tatimore ndaj bizneseve për shlyerjen e detyrimeve të papaguara të cilat janë shuar nga paqja fiskale. Sipas në Bozdos, ligji i shuarjes së detyrimeve ka krijuar shumë probleme në ndërveprimin e bizneseve. Organet tatimore dhe Ministria e Financave nuk kanë nxjerrë aktet në ligjore duke krijuar një situatë absurde dhe të rrezikshme. Ministria e Financave nuk ka përmbushur detyrimin e saj ligjor për të nxjerrë aktet në ligjore të domosdoshme për zbatimin e këtij ligji. Ky mosveprim i qëllimshëm ose i papërgjegjshëm ka krijuar një situatë absurde dhe të rrezikshme, ku ligji ekziston vetëm letër, ndërsa administrata tatimore vazhdon të veprojë sikur ai të mos ishte miratuar kurrë nga parlamenti. Mungesa e akteve nënligjore nuk është thjesht një vonesë burokratike. Ajo ka hapur rrugën për abuzivitet dhe presion nga ana e strukturave tatimore ndaj bizneseve, duke u dhënë atyre hapësirë për trajtime arbitrare, për interpretime selektive dhe për ushtrim presioni financiar mbi sipërmarrjen. Aktualitet.
Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit në Shqipëri, Skënder Hitaj, urdhëroi tërheqjen e shërbimeve të dukshme të policisë rrugore nga akset nacionale, por dhe nga zonat e tjera të vendit. Në telegramin e shpërndarë drejt të gjitha drejtorive vendore, Hitaj argumenton këtë urdhër me shqetësimet e ngritura nga qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve për ndalimet rutinë, të cilat sipas tyre janë kryer pa një bazë të qartë ligjore, si dhe për vonesat e panevojshme që kanë shkaktuar gjatë udhëtimeve. Sipas udhëzimeve të reja, shkeljet e qarkullimit rrugor duhet të shfaqen kryesisht përmes teknologjisë, duke përdorur radaret e shpejtësisë në mënyrë automatike si dhe dronët monitorues. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.